Dhe tani do t'jemi në lidhje me zotin Kirilo Komjakov, I cili është drejtor rajonal I Binance dhe kripto për Europën dhe Afrikën dhe Azinë. Është një personalitet shumë I njohur për sa I përket botës së kriptos. I dashur zoti Kirilo, mirëmëngjes, mirë se erdhe në ABC-n e mëngjesit. Nuk e di, na dëgjon apo jo? Faleminderit për ftesën, vlerësoj. Shumë mirë, mrekulli. Atëherë, ju jeni në Tiranë, nuk e di për herë të parë në jetën tuaj apo jo, por e rëndësishme është që për herë të parë ne kemi një konferencë për kripton, që do jetë shumë e rëndësishme, do bëhet fjalë për një konferencë botërore dhe ju me siguri keni bredh në gjithë Ballkanin, e njihni mirë tregun e rajonit ton. A është koha që ne të mendojmë seriozisht për kripton? Да, это не только на Балканах, но и во всем мире сейчас не только уже пользователи, но и сами государства задумываются и активно работают над криптовалютами. С одной стороны, для регулирования этого сектора, привлечения нового бизнеса, с другой стороны, чтобы обеспечить долгосрочные точки дифференциации для страны. Сейчас многие уже планируют открывать также криптовалютные резервы. Dhe të gjithë shtetet po hapin kripto rezerva, të cilët ndihmojnë për rritjen e ekonomisë. Ndërkohë, Europa juglindore, Europa lindore dhe Ballkani kanë përshtypjen që edhe kur bëhet fjalë për financë dhe për kriptomoneda, shikohen bashk. Cili është trendi në këto vende? A ka interes të shtuar, a ka vende që janë, le të themi, diçka më përpara se të tjerët? Si është gjendja në këtë rajon të Europës? Действительно, сейчас все страны мира находятся на этапе создания и представления крипторегуляции. Një kriptoregullim, regulatorët të cilët duhet të përmirësohen dhe të gjithë bota ka kuptuar që kripto nuk është diçka në internet, një hype në internet, por është diçka më e madhe dhe duhet të implikohen edhe në bankat tradicionale të shteteve. Dhe për këtë punohet fort për të gjetur një regulator për kripton. Dhe e gjithë ideja është të balancosh që çdo user, çdo përdorus të ketë qasje të mirëfill dhe të thjeshtë tek kripto. Gjithsesi mund të themi që në këtë momente që flasim nuk e kemi diçka që është ideale. Ka nevojë për punë akoma, edhe në Abu Dhabi, Dubai. Akoma se ka gjetur dikush modelin perfekt për rregullimin e kësaj qasje midis kriptos. Por, koleg, për vendin tonë, Shqipëria nuk është se ka qenë shumë e mësuar ndaj kriptos. Dhe si e vlerësoni ju tashmë pozicionin që vendi ynë ka në lidhje me adaptimin e kriptomonedave, por edhe industrisë së blockchainit? Действительно, вопросы по криптограмотности и по финансовой грамотности это большой гэп. Në Shqipëri kripto nuk është fare famshme, por ka dhe shumë shtetet e tjera, sepse nuk ka në asnjë vend nuk e mësojnë këtë gjë, nuk mësojnë gjëra teknike të këtyre detajeve, të këtyre programeve, domethënë mësime elementare, si të mbrosh të dhënat tuaja, si të mbrosh nga hakerat që thjesht mos të marrin paratë tuaja në online. Dhe të gjithë njerëzit mundohen të mësojnë në praktik. Dhe edhe në kripto kështu ndodh që neve nuk na mësojnë njëri, thjesht na mësojmë nga praktika dhe prandaj kripto në disa shtete
duan ta zhvillojnë dhe duan ta mësojnë që njerëzit, përdërusit të cilët do kenë mundësi të jenë sa më të sigurt në këtë drejtim. Ju të Binance, si mund t'i mbështesni operatorët të cilët duan të punojnë në këtë fushë, ose kanë filluar, ose kanë ndërmend? Domethënë, ka një mbështetje konkrete, apo është thjesht mbështetje logjistike, a ku e di unë? Это вопрос по поводу компаний, которые хотят создавать свои продукты на блокчейне, я не совсем... Kjo është pyetje për kompanitë, se nuk e kuptova mirë pyetjen për pjesën për kompaninë Binance. Да, это именно о компании вопрос. Другим компаниям или другим биржам? Kolegë, edhe një herë pyetjen, Tani nuk është se është pyetja më e rëndësishme në botë, megjithatë ideja është se si mund të zhvillohen, si mund të mbështeten pikërisht zhvilluesit ose startupet e Shqipërisë nga Binance ose themeluesit ose këta operatorët e tjerë në treg në këtë fushë. Qofse ka i përgjigje, qofse jo, pastaj e lëm sepse 3 ditë konferencë do i ndjekim. Patjetër. Да, это хороший вопрос, потому Po e kuptova, tani kjo është një pyetje e mirë. Binance nuk është thjesht një birxh, është një ekosistem i mirëfillt dhe ka shumë elemente të ndryshëm dhe punon në BNB Chain. Është një layer 1, layer 1. Blockchain është sistemi më popular në të gjithë botën për projekte të ndryshme të decentralizimit совершенно бесплатно могут строить të birxhave në botë Web3 приложения, свои продукты. Dhe kështu ato mund të hapin portofolat e tyre, website-et e tyre, dhe këto janë thjesht kode të hapura, ekosistemi hapur për të krijuar produkte të reja dhe këto kompanit që duan të ndërtojnë produktet e tyre në këto blockchain-et tona. Skuadra jon, BNB-s, normalisht që i jep çdo shërbim të mirëfillt për të krijuar ndihmë, për të krijuar këtë gjë. Po jo vetëm për tonën, por për gjithë ekosistemin. Zoti Koma Kjo, falenderojmë për gjithë shka që rrëfeve në studio. Nuk duhet të harrojmë që janë 3 ditë konferencë e përmasës botërore, që bëhet bashkë në qendër Tiranës, mu tek Pallati i Kongreseve, kush janë të interesuar normalisht do ta ndjekin, por është me vërtet një eksperiencë shumë e re. Gjithë mirat, mirupafshim konferencë të mbarë. Dhe tani nuk e di ka kohë apo jo për zonën Florencë. Nuk e di, duhet ma thot regjia, por besoj sa për të lyer krepin me krem pasicërie, ka kohë. Ka, u kry.